Pejgamberi alayhi sallam ka thonë, 2 rekate të sabahut, me ta parafru vlerën e sevapit. 2 rekate të sabahut, 2 rekate, 5 minuta. Khairun min ad-dunya wa ma fiha. Janë më të shtrejta se këtë dunja dhe çka ka ta. Sa bën dunjaja? A dini sa kushton dunjaja? Nuk e din Allah. Me blej New Yorkun sa kushton? A dini sa kushton New Yorku? Jo, mos di. Shtrejta shumë Allah. Aty veç në qendër sa bën. A din? Do ti nuk ke shifër numerike për një qytet. Sa do që i madh apo? E për komplet Amerikën, e për komplet kontinentin, e për pastaj le numerike të mbi tokës. E të nën tokës kush e di vlerën sa ka? Apo? Se dunja këtë është mbi tokë, nën tokë, dielli o dunja, hona është dunja, këtë në dunja këto. Se kur prishet dunja, këtë ka më prish. Apo? Sa është vlera një ylli? Apo? Për shembull, sa mundën me prodhu rrymë elektrike një vetim? Me e kthym pare pastaj. Një vetim, e dini? Apo? Që kanë thonë ekspert, po të kështë e mundësi të akumulohet vetima, një kontinent ditë e bëna, apo? Ka energji të hatashme të madha, apo? Kërek të me përkthy në euro, sa bën? Jo, s'ka para. Andaj kur po e kthejmë në euro, po keshëm, sa mirë, thëmë. Kur po e kthejmë sevap, po thëmë, inshallah, mirë, thëmë. Se valuta sevap ende nuk është valut me vlerë të madhe të naftë. Ndë imani ka këtë rol, me e faktorizu vlerën e sevapit, apo duke i relativizu vlerët e tjera, të pak krahasueshme me vlerën e sevapit. Që kjo është feja jonë, unë s'jam të fol imagjinata për të inkoraju me diçka që s'ekziston. Jo, a i keni një qëto ditë, po, që koq ma shumë, ka thonë peka, që ka vlerë jonë, që kjo është. Ama perdja, gafleti, hutia, kër i të gjojmë, po valla, po sa i, ama dënë vëmendje, dënë kujdes të vërdushëm, dënë që rajnës për qëto me mu. Allah kër në ka përmend gjenetin, nuk është për shembull një shpërlim imagjinar që nuk ekziston, nuk është kjo reale, po është për të na inkuraju për të mirë. A është kështu gjeneti? Jo, më reale është, ajo është i krijuar. Na besojmë se gjeneti është i krijuar. Gjeneti zbukurohet çdo ditë për ty e për ato që e ka rreth.